Pastaj, kur e përfundove fakultetin, a u martove, a u punsove, se në atë kohë ka qenë me mësitni, ma mërmenja. Unë ju martua para se me shku në fakultet. Para se me shku në fakultet? A u fejove, apo u martove? Ja, ju më feju ma heret, se unë ju martu 16 vjeqare. 16 vjeqare martu. Baba më ka pas për astret, tani, që kemi po familje se, kemi mishti kam, jo, na kemi pas një lidhje familjare me se shoqen e kam prej Rezallës. E kemi pas aty miqësi, tani hymja dale ka qenë edhe ma hershme, jemi njoft, mirë, po i ka kry punë baba, ma shumë është morë vesh me burra dhe, se unë si fëmijë më feju në klasën e 3 fillore. Po, a ki pas pengesa prej bashkëshortës për shkollë? Jo, bile e më ka ndihmu shumë. Ajo më ka ndihmu shumë se unë gjimnazën e kom kry, kom qenë i martu. I martu. Edhe kom shku në fakultet, kom qenë i martu. Ajo ka bo maksimumin që unë mos më ndi keq, me mi kry të gjitha punët, e me punu në familje, në mënyrë që unë me qenë komod, jo komod ku me ditë sa, po... Më një ma i letësum. Po, më një ma i letësum, se... Por komoditet, po, s'po flasim. Ku je edhe falsoj. Po, bile jam mirë njohë se të një jetën, edhe kemi kry fëmi në familje, kam 3 vajza e 3 djemë. Mashallah. Ajo u përkushtu shumë i rritë fëmin. Se edhe kom qenë student, edhe kemi lindë fëmi, ka qenë bukur shtirë. Qashtë. Tash nuk po martohen 3, femnat... Tash u arë ko ma ndryshe. Ma ndryshe është atëherë. Sa atëherë me mësitni, se ki po as kur gjohë dhe që ato të dhanë. Nuk ka kundërshtu, diçka si me thonë, unë s'po muj me kry një punë. Po. Kanë qenë shumë përkushtume për familje. A me ndonë që gratë kanë duru pak ma shumë në atë ko? Jo pak, po shumë. Shumë kanë duru. Që sot nashta për një fjallë nuk durojnë edhe ndohen. Atëherë nuk ja ka këthyje gruja fjallën për vjerit, ose vjerës, ose konatës, e konatit. Gjithmonë ka qenë durushme. Edhe pse ju ka bon shumë herë pa drejt. Tash jemi sinqert, duhet me pranu, ka pas edhe ka pak pa drejtësina, dikur në banë maki edhe ma shumë. Por... Edhe gruja s'vëdus, nuk ka guxu me full. Jo, ka hesht. E ka mbajt dhe vete, e ka te kalu ashtu, pse s'ka desht me prish familjen, edhe ku të burri, po edhe të baba. Se atëherë thëshën që ka dalë një bije e filonit, e shkoj e prishi familjen një fshat tjetër. Gjithmonë u cilësu si kur bia fisit. Qashtu bia fisit? A me ndonë që është pak eron me i cilësu bia fisit? Eron është se na të gjithë jemi njëjtë, si gjënja mashkullore si femrore. Të gjithë du të me kemë drejtat e barabarta. Zoti e kalon për shama me u martu edhe... Pa tjetër, e bile Zoti i ka dhonë për parësi ma shumë grave, femra, për gjithësi, se më po ju ka dhonë, edhe i ka qmue, i ka venin e meritu me kanë, por njerëzimi pak e ka keq përdur. Njerëzimi pak e ka keq përdur, si pas rrethonave, adeteve, kulturave, njerëzve, jo zbohat kështu se po të shekuje, po një naje, fjallë të ndryshme, edhe tash të gruja do është me duruve, qa nuk është arsyshme. Normalisht. S'ka nevoj, ani pse që, ose pse nin, ose pse ti mos vepro keq. Në atë ko, a ka qenë edhe të kjo për shembull nëse je bo prend, fëmin tënd nuk i mujt me kap në dorë, shka ku i burnis. Shumë e vërtet është ajo, une s'kom pas edhe ko shumë më morë me fëmi, se po shkak të punëve edhe studimeve këtyne, mirë po shumë njerëz kom dëgjue, bile shumë, po e flasë me një rast, në banojshëm me një shok në konvikt, erdhë prindi tia ishe Ferizaj. Tani të buma aty një grupë shëshnish, kur të vje dikush e të bisedu, a i u shprejtha qëre, që të jarë dhe desa e ga bo 14 vjetë, ne me si këmë thirë. Qa që jo me morë në prehen e me të rujt prej babës e prej familjarve, që këj pe përdhel fëmine vetë e pe donë fëmine vetë. Qa është absurde. Po që ashtu rreth e ka qenë. Traditat, jo kjo qysh po jepet mas fëmive, kër i ka nanën e ka familjen. A mund ishme na fol pak për traditat asaj koha, që ka ndryshu tash? A ma mirë që ka ndryshu, apo ju në konë ma të mira atëherë? Jo, shumë mirë që ka ndryshu, çdo ndryshim që vjen, në aspektin pozitiv, se ka edhe në negative.
Tash nuk do të mi përgjithsu krejt. Une e qmoj shumë edhe jam përkras i atyre traditave. Ato që ka qenë për para, e kanë pas efekti, një farë lloj efekti. Dvet. Mirë po, ka pas edhe unë negative shumë, se dikuj ka bo pa drejt. Edhe s'ka guxuar as me u shpreh, se s'ka qenë demokracia. Kemi jetu në sisteme moniste, komuniste që kanë qenë As sisteme. gratë nuk kanë mujt me u punësu në atë kohë. Jo, pa edhe më shkollu ka qenë problem. Ma vonë kanë fillu e femrat, bile si do më shqiptarët. Se s'flasim për të tjerët, për të në shqiptarët ku jem, edhe sidomos disa rajone ma në periferi, për shembull, mos e krahasoj me Prishtinën e me qytetet mëdha që ka qenë më herët civilizimi, edhe ju kanë dhënë të drejtë pak më shumë. Po ndo vise tjera, ma vonë është bon ky farë ndryshimi, që janë shumë për të përshëndetur. Gjithmonë duhet me përshëndet çdo ndryshim pozitiv që vjen. Po në një mënyrë, si thot populli, asgjë nuk do të me keq përdorur. Qashtu, a mendon që pak liria e madhe e vajzave po e bën që me undo? Sot nuk durojnë vajzat siç kanë duru, normalisht jo ekstremen me duru, po që thonë duhet pak me lshu pe për me pas mirë. Qëre, ajo që ose ajë, se të dytë janë përgjegjës. Nuk guxoj me dhënë përgjegjësinë të një individ, njëri ose femër, ose të dytë janë përgjegjës për jetën e tyre, bashkëtorë. Nëse nuk i tolerancë, nuk shkon gjithmonë vetëm mendim personal, se duhet me ndëgju tjetrin, është kulturë, me ndëgju. Edhe shu gruan edhe burrin, me morë mendimin, me gjetë gjuhën e përbashkët, për me vazhdu matutje. Nëse dominon aja ego e që veç unë jam burri, ose unë jam gruja, se mund edhe gruja më thonë, të më thonë, aty nuk ka tani jetë gjatë. Gjithmonë ka konflikte. Ka konflikte, nuk ka. Kur ka tolerancë, kur ka mirë kuptim, se gjithkush e merr gruan ose burrin sipas shijeve që i ka, dëshirave që i ka. Normalisht. Përpara pak i në pa i vetë. Përpara i kanë martu pa pyet, po. Po tash në këtë kohën e sotit, për shembull ku jemi na, edhe ju ku jeni, se na jemi gjenerat në vitet fundit të jetesës, duhet me pas një tolerancë ndaj njëri tjetrit. Nuk duhet me dominua veç unë jam, edhe me pas një farë kryeniqësie ose mendje madhësie, se jeta është e shkurt, nëse nuk e qënë me të mirë, me të keq nuk shkon hiç. Tani po vjen deri te ndamja, po vjen deri te lënia e jetimve. Shumë fëmijë sot janë jetim, sherri i mosmarrëveshjeve që kanë dy bashkëshortet. Pa marrë parasysh kush janë ata. S'po dojmë me përmend as rajone as, po në përgjithësi. Po. Fëmia jetë si viktim, tani edhe edukata mungon. Se ndryshe është kur e ka edhe babën edhe nonën, ndryshe kur e ka veç njërin prind. Edhe pse kujdesesh për shembull edhe prindi ka obligim edhe me qenë në dom, do të ka obligim fëmin me rrit. Mirë, por nuk është gjithçka parja. Thot dikush veç ka më pagu, për shembull ka më parë me majt prindin, atë fëmin. Nuk vlen. Para nuk vlen se është mungesa e babës ose e nonës. Fëmia don me pa të dy prind. Pasunia më e madhe është kur fëmia i sheh prind të lumtur bashkë. Do të me nejt me ta, me lujt me ta, me qenë i plotësum, se për ndryshe e ka një shprastir. E këtu në qasi mendimi kam që na për hatër fëmijë, jo veç për fëmijë, por për hatër dashurisë që ka njëri me bashkëshortin ose bashkëshortin. Se nëse nuk kiti dashurisë ka jetë. Kërkush nuk e martuat me zër. Po është një lloj. Tash në kuan sot martohen me dëshirë, me qefin e njëri tjetrit. Me pëlqim, tu nejt njëri me tjetrin, tu e di çfarë individi është, përpara s'ka pas mundësi me nejt. Nuk ka ditë për individin hiç. Veç kur e ka pa aty në dhomë edhe u dosh më pajtu çysh do që tjetë. Tash jo. Del, rren, shetit, han, pin, për shembull, shkemben mendime, parashojnë të ardhmen, se nëse nuk e parashitet të ardhmen, nuk është interesant veç me pas një individ moshkull ose femër, s'ka lidhje, po duhet me mendu si duhet me kryu familjen, si duhet me mbajt fëmin.
edukate si duhet me ia dhënë fëmijëve, se unë kom punu në shkollë. Edukata në varet shumë prej familjeve.